Një person i afërt nga familja na akuzon që i kemi bërë padrejtësi dhe na ka detyruar të bëjmë be që nuk i kemi bërë gjë, përndryshe na e keni hakun ju na thot. Faktikisht ne si familje jemi të pastër dhe s'kemi bërë gjë dhe s'kemi pas të bëjmë fare. Mirë po ai na kërkon që ta bëjmë be në krujt e Sari Salsatiku. Ne e dim që kjo nuk lejohet se është shirk Allahut, pa ai është i tillë. A lejohet të bëjmë be për të shpëtuar prej tij? Jo, nuk lejohet. Me shku ke Sari Salsatiku, me bë be atje lart, është shirk, del nga Islami. Pa ai na akuzon, le të akuzoj. Ka argument, nxjerrë argumentet, ju çojnë gjykat, ju çojnë polici, ju çojnë prokurori. Ju do dilni nga feja e Allahut për të shpëtuar akuzave të dikujt. Ne po themi nuk shkon, nuk bën me shku, e jo më u betu. Shirku, idhujtaria nuk ka brirë. Këto janë format e idhujtarisë moderne. Çfarë moderne këto janë idhujtari para islamike. Shko me u betu ke varri që të besojnë. Subhanallah.